Gjergj, të përshëndes. Si po vijon ky aksion pastrimi? Në fakt duhet thënë që ky aksion i gjerë pastrimi vjen vetëm një ditë para hapjes zyrtare të sezonit turistik të planifikuar tashme që të kryhet mbrëmjet të shtunës dhe sigurisht është nevojshme që gjithë zona bregdetare të pastrohet, kryesisht nga mbetjet që vijnë në Bregdet nga prurjet e detit, pra janë sigurisht mbetjet që gjenerohen pasi ato dalin në Bregdetit dhe problematika nuk janë që mungojnë, ndaj dhe ky aksion i gjerë që përfshiu të gjithë Bashkinë e Lezhës, administratën, por që u bashkuan edhe institucionet të tjera rajonale të Lezhës, e përqendroi të gjithë vëmendjen e saj nga Rana Hellun deri në Fune në një vit bregdetare të konsiderueshme. Kjo dhe për një arsye shumë të rëndësishme, sepse lidhet pikërisht edhe me territorin që tashmë do të jetë në administrimin e bashkisë, pra plazhe publike dhe si e tillë do të jetë kjo fundit që do të mirëmbahet të gjithë të vit bregdetare, por sigurisht përveç administratës dhe punonjësve të shërbimeve që u angazhuan ditën e sotme, edhe mjetet e shumta janë vënë në dispozicion që duke filluar nga dita e nesërme i gjithë via bregdetare të jetë krejtësisht e pastër dhe pa probleme. Në fakt ashtu siç edhe në vitet e shkuara ka patur një vëmendje të shtuar sa i përket cilësisë së pastërtisë në Bregdetin e Shëngjinit dhe kryesisht të Lezhës, se përfshirë edhe Talen, edhe këtë vit ky do të jetë motoja kryesore pasi mbetet pjesë e rëndësishme pastërtia dhe më pas duke i ofruar edhe shërbime të tjera të mund të tërheqë sa më shumë vizitorë. Këtë vit është parashikuar që la hapja e sezonit të kryhet më herët, pra për të paraprirë motit të mirë që është favorizues në këtë periudhë dhe që kanë citur vizitorë të shumë të zgjedhin pikërisht Bregdetin e Lezhës për të kaluar kryesisht punjavat, por edhe ditë pushimit veçanta, edhe sepse ofron edhe kushte financiare të mira në këtë periudhë me operatorit e ndryshëm që shfrytëzojnë momentin edhe për të bërë oferta, dhe kjo duke se i ka tërhequr, duke bërë që një numër i konsiderueshëm i këtyre vizitorëve pikërisht i drejtohen në Shëngjinit. Dhe tashme edhe me rrugën e re të Velipojës, që është bërë një panorama atraktive për të gjithë vizitorët, por edhe të huajt, kryesisht ka bërë që ky fluks të jetë edhe më i madh. Ndaj dhe i gjithë ky aksion i ditës së sotme i paraprim një aksioni të gjerë të ndërmarrë edhe më herët nga Bashkia e Lezhës, jo vetëm sa i përket pastërtisë, por krijimit të gjitha shërbimeve të nevojshme për pushuesit, ka bërë që tashmë ky plazh të jetë krejtësisht i pastër, duke qenë i gatshëm për të pritur vizitorë dhe pushues të shumë dhe me zyrtarizimin e ditës së nesërme, le të themi hapet sezoni turistik, megjithëse do të thënë që edhe gjatë muajit prill ka patur vizitorë të shumë që kanë zgjedhur pikërisht Bregdetin e Shëngjinit për gjithçka atë çfarë ofron. Sigurisht ajo çfarë kërkohet në këtë moment është edhe bashkëpunimi i vet pushuesve dhe vizitorëve që duhet të mirëmbahen zonat ku ata pushojnë si një domosdoshmëri, sepse fatkeqësisht ndodh që pavarësisht se gjeni plazh të pastër, nuk është se mirëmbahet i tillë nga vetë pushuesit dhe këtë vit do të fokusohet edhe një mbështetje më e madhe pikërisht që pavarësisht situatës që do të lënë pushuesit në fund të ditës kur të kryer pushimet e tyre, gjithçka të jetë e pastër në ditën pasuese. Sigurisht këtij është referuar, këtij momenti është referuar dhe kreu i Bashkisë së Lezhës, Perindreu, i cili foli për nevojën e bashkëpunimit jo vetëm me operatorët turistik, por sigurisht edhe me pushuesit dhe vizitorët që vinë në Shëngjin që të kontribuojnë edhe ata për të mirëmbajtur dhe mbajtur pastër të gjithë vijën bregdetare të Lezhës, si një mënyrë e mirë dhe efikase edhe për ta, por për t'u lënë edhe të gjithë atyre që do të vinë pas tyre. Ndaj dhe ftoja të nishtim edhe intervistën edhe nga kreu i Bashkisë së Lezhës, Perindreu, pikërisht për këtë ditë dhe këtë aksion të ditës së sotme. Është një aksion ku kryesisht bashkia ka dalë sot edhe institucionet e tjera për të bërë një pastrim radikal të gjithë vijës bregdetare. Nuk është një situatë alarmante, ka një farë stabiliteti pastërtia, gjithsesi ne po bëjmë punën tonë, ju bëj thirrje gjithë
pushuzve që vinë në Bregdet të mos marrin qese dhe t'i lenë, sepse ka shumë qese që janë në rarë dhe mezi për i shkullin, po t'i marrin mbetërinat me veta dhe t'i hedhin në një nga koshat e mbetërinave diku në rrugë. Pra shumë e rëndësishme që të ketë një ndërgjegjësim qytetare. Ke parasysh ne do bëjmë punën tonë, absolutisht pastërtia në Shëngjin do jetë në nivele të duara këtë verë, kemi marrë gjitha masat e nevojshme, por duhet një aksion për ta sjellë situatën në normalitet për shkak edhe të mos pasjes së sezonit dhe një vëmendje më të ulur që kemi pas gjatë kohës. Mirë, Gjergj, që ndoshim kështu edhe këtë prononcim të kryetarit Bashkisë së Lezhës, unë falenderoj edhe për raportimin e drejt për drejt.